bashkë me kryeministin Kurti, zëvendës kryeministën Gërvalla, me kolegë deputet e familjar. Jemi këtu për të kujtuar dy figura emblematike, dëshmor të kombit, Afrem e Fahri Fazliun. Jashtëzakonisht me kujtu qëndresën tonë kombëtare, për shkak të këta të dy dëshmor janë simbol i rezistencës sonë kombëtare, të cilët refuzuan të nënshtrohen një regjimi fashist jugoslav të atëhershëm. Të dy këta ranë duke u ballafaqsuar me regjimin e atëhershëm, por pas rënies së tyre u zgjuan dhe inspiruan me mirat të tjerë, e që besoj u kurorzuan me themelimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. 36 vite më vonë, ne jemi këtu për të kujtuar jetën dhe veprën e tyre dhe për kujtuar çmimin e lartë që dëshmorët paguan për lirinë që ne gëzojmë sot. Prandaj lavdi jetës dhe veprës së Afrem Xhitis, Fahri Fazliut dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Ju falenderoj. Para 36 vjetëve, heroikisht në ballafaqim të drejt për drejt me forcat armike të Jugosllavisë e të Serbisë okupatore, ranë Fahri Fazliu dhe Afrem Xhitia. Ata që të dy ishin shumë të ri, po edhe shumë të pjekur. Fahriu ishte 26 vjeç, ndërkaq Afrimi ishte 24 vjeç. Rënja e tyre zgjoi ndërgjegjen kombëtare në nivele të larta, por gjithashtu edhe sensibilizoi opinionin publik ndërkombëtar se në Kosovë ka një popull i cili nuk nënshtrohet dhe i cili do të rezistojë deri në lirinë për veten e tij. Është tejet interesante se si rënja heroike e Afrimit dhe Fahriut i ngjan aq shumë rënjes heroike 5 vjet më parë të Recep Malës e të Nuhi Berishës. Fahriu e Afrimi në breg të diellit, ndërkaq Recepi e Nuhiu në kodër të trimave. Që të dy luftuan deri në fund, ndërkaq me 2 nëntor të vitit 1989 në bllokun e tretë, në hyrjen e tretë, aty ku kishin bazën e tyre ilegale, Fahriu dhe Afrimi luftuan për më shumë se 6 orë. Dhe kjo tregon se çfarë luftëtarësh të pajepur kanë qenë ata, e natyrisht që kishin prej kujt të mësonin, prej gjithë atyre herojve, dëshmorëve, luftarëve të rilindjes sonë kombëtare, e deri pra tek Recep Mala e Nuhi Berisha, e në anën tjetër ata i paraprin herojve dhe dëshmorëve që do të vinë pas tyre. Prej Zajr Pajazitit e Ilir Konushevsit, e deri tek lufta e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës me mbi 2000 dëshmorë të kombit. Ka nevojë që jeta, vepra, rënja, konteksti politik shoqëror i rënjes heroike të Afrimit dhe të Fahriut të studiohet edhe më shumë nga historianët, sociologët dhe shkencëtarët në Kosovë, sepse liria e brezave të ardhshëm varet se sa mirë e mësojmë edhe e përvetësojmë jetën edhe veprën atyre të cilët bën gjithçka për lirinë e popullit shqiptar. Lavdi Afrimit e Fahriut dhe të gjithë dëshmorëve të kombit tonë. Duke nderuar sot Afrim Xhitin dhe Fahri Fazliun, nderojmë të gjitha ata breza e breza të tërë, të cilët me idealin e lirisë dhe të çlirimit të Kosovës nga okupatori shekullor, paralajmëruan vitet 90, paralajmëruan atë që do të vinte dhe që brezi ynë është i pari që e shijon lirinë dhe shtetin e Republikës së Kosovës. Prandaj dekada e viteve të 80-ta, duke filluar me protestat e vitit 1981 të studentëve që u bën gjithë popullore dhe duke vazhduar me rezistencën edhe të Recepit dhe Nuhiut, edhe të Afrimit dhe Fahriut, ishin ai paralajmërimi se populli i Kosovës duhej përgatitur, sepse po vinte një fazë krejt e re
e cila do të kulminonte në rezistencën gjithë popullore në Kosovë dhe në luftën e lavdishme të çlirimtarët edhe të UÇK-s. Mirë po, mesazhi i ditës së sotme dhe i ditëve të tilla të përkujtimit është që këtë liri të fituar me kaq shumë sakrifizë dhe gjak, duhet të dim ta mbrojmë, duhet të dim ta duam, dhe kur e duam lirin, do të thotë që duhet ta ndërtojmë të fortë dhe të fuqishëm shoqërinë dhe shtetin ton si një borxh i pashlyeshëm që kemi ndaj të gjithë atyre të cilët u sakrifikuan për këtë vend. Faleminderit. Shumë.